Shikues të nderuar të Fax News, ju përshëndes. Në këtë episod të radhës të Pulse Pop do të trajtojmë temën e barazisë gjinore. A kanë të drejtë burrat dhe gratë në shoqërinë shqiptare, apo sërish mashkulli shqiptar, pra burri shqiptar, nuk lejon që t'jap pakës timonin gruas shqiptare për shkak se ecën sërish me atë mendimin ka burra sot. Për këtë do të marrim mendimin e qytetarëve. Mundem një pyetje? A mendon se gratë dhe burrat në shoqërinë shqiptare kanë të drejtat e barabarta? Jo. Se jo. Gratë punojnë më shumë se burrat. Burrat rrinë gjithë ditën nëpër mihane. Pse ke këtë mendim? Se ke këtë mendim se më shumë shef burra se sa gra nëpër këto lokalet e kaveve. Gjithë ditën pallariu, kom për mi kom, raki, kave, dohën. Gratë, e në kalamojt, e në punë në shtetit, e në punë të shtëpisë. E në pritem me përcjell se jena mësu me prit, jena njerëz që i dim me i bo se i ditë. Kështu që s'ka të keqe nona, nuk ka më burra sot. Ja, me 2 r, ja, me 1 r. Burra, me 1 r. S'ka burni, ka humbur burnia. Ai që o burr ka qenë dikur, burrat i majshin gratë në shtëpi, me rrit kalamojt, me edukatën e mirë, me disiplinë, me rregull, burrat punojshin. Kishte edhe harmoni në shtëpi, s'ka pas gjithë këtë çarapi madh këtu. Për i fjalë goje rref grun, për i fjalë goje bret grun. Ka bova ki kështu, e ku drejta barabarto? Më thuj ti mu ku ka drejt barabarto? Jena bozë si, ku diu se me të shinda krahasoj. Jena bo një shtet i përvetshëm, s'ka as ligje, as qeveri, s'ka. Shumica e femrave dhe gocave të reja që kërkojnë një lidhje serioze, eci me po të njëjtin mendim si e jotja, madje dhe unë, nuk ka burra sot. Jo, s'ka burra, me mësoj za, kupto? Se burra në kuptimin që të mbaj familje. Të mbaj familjen, se burra kur martohet, bën betimin ai thot deri në vdekje do t'i përgjigjemi familjes. Jo vetëm si individ grus, familjes. Prandaj thon u trashëgofshi. Se bohen me kalamoj, edhe është i përbashkët. Sakrifica, mundimi, dashuria, harmonia do t'jetë unike. Veç kësaj ka dhe meshku që thonë nuk ka goca sot. Tanja, ka s'ka? Një gjë, tash i goca. Apo s'tash dynjaja? Ja, nuk e them atë. Ka gocat mira shumë, ruajnë traditat, edhe gocat nuk e di, menoj unë që janë më disiplinume, janë më me kom në tokë. Burrat kanë marrë kot me të keqe nona. Kujtoj si i gjenë kështu, kap një lëshon një. Gocat nuk e di, mendimi im është se ne femnat jena më me kokë poshtë. Femrat veprojnë me emocione, ndërkohë që mashkulli duhet të marrë timonin në dorë në një marrëdhënie, cila do qoftë ajo. Pse sot meshkull shqiptar provo, hidh, pse kanë këtë dhe thonë fund s'ka femra sot? Nuk e di, s'ka ligje. Duhet ketë një ligj posaçëm për ta meshkull. Patjetër. Kanë harruar se çfarë është një femër. Patjetër. Duhet ketë ligj, s'ka ligj. Dahen shumë kollaj. 6 muaj martes, nuk më boti mu. Pse qa është ajo me? Gjethe lakre, kjo bohet, kjo zbohet, kjo bohet, kjo zbohet. Të rinjtë, të shkollohen, se mungesa arsimimit është gjoja më e madhe. Të shkollohen, të duan familjen shumë edhe veten. Në qoftë se nuk e duan veten, as të kam me dash familje, as kam me dash jetën e tyre, do më thënë, miqësinë, shoqërinë, gjithë to. Të duan veten, të shkollohen, të arsimohen mirë, edhe t'japin edukatë mirë, edhe rrethi shoqënor, edhe familjar, edhe atë që do të krijojnë vetë. Shumë faleminderit. O, të lutem. Shëndet. Faleminderit, gjithë mirë. A mendon se gratë dhe burrat në Shqipëri kanë të drejtat e barabarta? Pyetja është me vend. Një njeri inteligjente si ty vetëm pse pyetesh më shpejt. Drejtat e barabarta është një koncept, një mendim filozofik.
i cili nuk ekziston. Për mua, gruaja duhet dominoj, gruaja duhet drejtoj, gruaja ka lind për zhvillimin dhe përparimin e shoqërisë njerëzore. Po pse burra shqiptar nuk e ndryshojnë pak rrjedhën e mentalitetit dhe historisë, po thonë vetëm burra? Mos i përgjithsojmë, edhe unë burr jam, e në fola kështu, ka si unë shumë. Ka, Po. Sa të drejtë i jep gruas? Për shembull, ja dëgjon fjalën gruas? Një gjë që unë de facto, se tash nuk e kam gruan, kam bërë si kam menduar gruaja, kam pas gru të zgjuar. Mos ta lavdëroj në të gjitha drejtimet, të kuptoj? Unë kam punuar në punë të shtetit dhe nuk jam marrë me gjë tjetër. Gruaja ka bërë gjithçka. Megjithëse ka qenë në nivelin shkencor të timit, nafta edhe më shumë. Pra po të the pak më parë. Fola ka gjatë vetëm për ty, se e bukurosh, urdhë. Pra, më the pak më parë që duhet edhe të drejtoj gruaja. Po, Nëse do të kishim një kryeministre femër, do bëhesh çik ndryshim rrënjësor për mirë? Unë mendoj se po. Po. Ta meshkuj shqiptar, rinia po flas gjithmonë. Përse nuk e vlerësojnë si duhen femrën, por janë gjatë gjithë kohës merr lësho. Pra kanë që vetëm të eksplorojnë. Dhe gjë që futën tem tjetër. Është dhe sistemi shoqëror. Duhet mendojmë në çfarë sistemi shoqëror jemi. Se ka shumë kontradikta mes njerëzve. Kemi degraduar çik si sistem shoqëror? Unë them kemi përparu. Se ky është për mirë, jeta kështu është bota. Ne po shkojmë drejt botës, nuk po shkojmë drejt izolimit, drejt kësaj. A mendon se gratë dhe burrat në Shqipëri kanë të drejtat e barabarta? Po të barabarta i kanë, po burrat nuk i ashtu. Nuk e lëshojnë perin. Nuk e lëshojnë perin, ato jemi ne thonë. Po pse kanë këtë lloj? Po ka metur në Shqipëri, kështu ka qenë, kështu metet, nuk e kanë si bota jashtë. A është gjë e mirë kjo? Jo, s'është gjë e mirë fare. Duhet t'u japim i çik timonin gratë. Ja u japim të kenë më liri gratë më. Ata thonë neve këtu, edhe kur del pse ti ma leja qysha atë kështu. Jo, thotë, domethënë e bën ligjin akoma. Në përgjithësi them. A kanë çik frikë se mos ndoshta u marrin zemër dhe pastaj marrin një armë? Pa edhe ata e kanë E atë. keq përdorin. Apo si janë femra shqiptare? Jo, femra shqiptare nuk e kanë ata, po të ketë një çik, burrat të ketë një çik respekt për gruan burri. Nuk kanë për respekt. Nuk kanë. Për mendimin tim s'kan respekt. Unë kështu, do të thënë komandon ai. Pse të komandoj ai? Të ketë liri gruaja si jashtë. Po të rinë sot, duhet të ndryshojnë pak rrjedhën e historisë dhe mentalitetit? Po edhe të rinë, të ndryshojnë. Të ndryshojnë, çdo gjë ndryshon. Duhet të ndryshojnë. Duhet të ndryshojnë edhe të rinë. E meritojnë pra rinia shqiptare, gjinia femër që të kemë pak liri? Ta marrësh femra. Për mendimin tim, sikur femra një çik tashi në këto kohë, sikur po ka liri më shumë. Po. E ka filluar ta marrë femra. Po si kur Shqipëria qeveriset nga një kryeministre femër, do bëhesh më mirë? Mua më pëlqen ky qeshtë. Për e sapin tim. Mua më pëlqen. Tjetrit nuk e di. Për mua Jo, më po të pëlqen. ishte një femër në gjini, po flas gjithmonë në aspektin e gjinisë. Pra po qeverisë Shqipëria nga një femër, cila do qoftë ajo? Do të kishte një ndryshim në Shqipëri? Nuk mund ta them dot atë. Faleminderit. Mendon se burrat dhe gratë në Shqipëri kanë të drejtat e barabarta? Me ligj po, pase kështu në aparencë s'pun tjetër. Çfarë është në realitet? Me fjalë burri është burr, gruaja është gruaja, gjithmonë në çik me aprovuar në ligjet. Po pse kjo lloj situate në Se Shqipëri? atë kulturë kemi. Atë edukat kemi dhe atë kulturë kemi. Është gjë e mirë? Mirë s'është, po ne kemi preardhjen shumica e ka nga Turqia, edhe turku këto veprime, po çiko filma turk këto punë. Ju faleminderit, shëndet. Duhet të ndryshojmë këtë lloj Po duhet të ndryshoj, po ju, ti, ky zotni e të ri. Çfarë duhet të bëjnë të ri për ta ndryshuar këtë lloj? Ja duhet bëjmë atë që s'bëjmë ne, që se bëjmë ne duhet ta bëjnë atë këtë. Për shembull ta respektojnë gruat, të respektojnë gocat, të respektojnë shokun, të respektojnë mikun. Ti dëgjoj më shumë fjalën gruas?
Po pse mos a gjojë, se kam shoqe jete, kam kaq vite. Po për djemë shqiptar nuk e pranojnë këtë, sepse kam frikë mos u amartin për dobësi. Ajo varet nga ata, po të haqet, piset, fleshme në krevate, mos djosh një tjetrin, këtu në Shqipëri kam parë. Mendon se burrat dhe gratë kanë të drejtat të barabarta në shoqërinë shqiptare? E kanë të i kaluar, Kush? gratë. Pse? Pse mendon? Pse të shi do shumë të zbërthajsh. Çfarë po bëjnë gratë që i kanë të kaluar? Asë që, Po si i kanë të kaluar? pa mjaftë që hi, ja. Faleminderit. Mendon se burrat dhe gratë kanë të drejtat e barabarta në shoqërinë shqiptare? Shumë kanë gratë këtu të ne. gratë? Po gratë sa të bëjnë burrave. Çfarë po bëjnë gratë? A mendon se burrat dhe gratë kanë të drejtat e barabarta në shoqërinë tonë? Me gojë edhe thuhet, në realitet ja. Po pse jo? Pa është vështira, mentaliteti është pak e vështirë. Pse, kemi të rëshiguar. Historia jo në shekuj, në breza, flet pak si më ndryshe. Ju duhet ta kuptoni. Pra, meshkujt kanë më shumë. E kanë. Por me gjithatë, edhe unë. E them që meshkujt janë njësha dhe si, zoti i shtëpisë toj, nuk po shkojnë te zoti i shtëpisë. Pra e dojnë një fije pak, për mua. Për mua. E duan pak të drejtë. Pak, jo të te kalon, po tjerë një fije pak si më lartë. Zoti i shtëpisë, kur thojnë, kush është zot shtëpie, nuk thojnë kush është skebras për zonjën, me gjithë se respektohet. Por tek ne i kemi ndryshuar shumë raportet. Kemi ndryshuar. Është hapur natja, është hapur të uri. Pra, kemi dhe Me ndryshimet demokratike, po. Po, edhe në kohën e partisë punës, u rrit roli i gruas, sepse e dha ai me një formë tjetër, me një formë që mendon të ai. Pavarësisht se ajo që ishte kryesor ishte gabim. Kupton? Pra, ka shumë raporte që mund përmirësohet përsëri. Po sot jeta ka edhe raportet e vështira në anën ekonomike, sepse jeta e ka mbi sot diçka, një pjesë. Nuk arrin të dalin nga ky kolaps. A duhet ta dëgjojmë fjalën e gruas? Po tjetër më. Janë njësha më. Qa flet, zot janë në shtëpi. Por shumë burra nuk arrit. Për shumë gjëra. Ama, a duhen burrat që thashtë si emër? Duhen. Por ama, pa tjetër që duhet. Deri më tani, nga qytetarët, pra përgjigjet e tyre, janë shprehur që u është dhënë më shumë se ç'duhet e drejta grave. A është e vërtet kjo? Pak, ka diçka këtu që me të vërtet të bën përshtypje, sepse kanë marrë diçka si zemër edhe habitem nga një herë pak. Në shumë raporte, në shumë pozicione, në shumë sfera i shikon pak sikur kanë marrë thjesht si zemër më tepër. Tani a kanë marrë nga demokracia, a nga raportet e një neglizhence shoqërore, apo ndoshta nga futja e lekut në një pjesë masive, pozicioneve të punës, të rrogave, të formave që po përdoren, ka mundësi, edhe mu më duket sikur është një abuzim në këtë drejtim. A është gjë e mirë kjo? Nuk jam shumë dakord. Kur ti ma kërkon mua, edhe unë të kërkoj ty, pra e në reciproke. Po sikur në krye të qeverisë të ishte një grua. Sa më mirë më vjen për këtë pyetje, sepse janë pyetje pikante, të bukura dhe jashtë rolit politikës që na kanë mbytur. Po ti ishte edhe një grup, sepse ka edhe në botë ka gra shumë të veçanta që tregojnë kjo parasysh potencë, role, me të vërtet, tamam forca drejtuese, po role më lartë se burra. Po i dim se s'po përmendim shumë, se sikur këto janë tema që kërkojnë studio, më kupton? Edhe janë me vërtet për të krenuar. Këtu ka, janë pak, shumë pak që, ose më thanë më mirë, shumë pak. A ke që përdorin gra shqiptare, femra shqiptare, pra atë zemrën si që the ti, pra ta marrin për dobësi, respektin e dhënë më shumë si duhet nga meshkujt? Nuk e marrë vesh qartë pyetjen. Femrat shqiptare, po. e ke që përdorin këtë lloj respekti të dhënë nga meshkujt? Po, ka edhe një kategori që e ka që përdorë. Ka edhe një kategori. Pse ka të bëjnë edhe me formimin. Duhet pranu, thash edhe një herë, se u bën jo pak, 35 vite. Truri është hapur. Marrëdhëniet
me botën jashtë, me perëndimin, kanë edhe pozitivet, kanë edhe negativet. Mirë po ne kemi vështirë të futime për një herë me botën jashtë. Pse? Nuk kemi mësuar. Shqip. Janë gjëra që ne i kemi me shumë vështirësi t'i pranojmë. Abuzohet jo pak. Por, në përgjithësi, një 51-52% është për mirë, jo negative. Të rinjt aktual, duhet ta mbajnë, duhet të ndryshojnë në krahasim me brezat më parë dhe të tregojnë që nuk janë vetëm burra dhe të tolerojnë femrat, apo të mbajnë atë lloj strikti siç kanë mbajt burrat atëherë? Të rinjt aktual sot ka një ndryshim drastik. Pse nuk janë rritur me atë mentalitetin e dikurshëm, se jeta ka ndryshuar, edhe e shohim në jetën që ka ndryshuar. Pra, ka ndryshuar në shumë drejtime. Edhe njëkohësisht marrëdhëniet me botën që shkojnë, vinë, shohin. Mirë po kjo ka bërë që i njerëzit të krijon mjaft imazhe edhe pozitive. Nuk është se është gjithçka pikante në botën jashtë. Ka dhe ajo negative. Ka dhe ajo shumë gjëra që me të vërtet lënë për dëshiruar. Por, në përgjithësi, ne, si shqiptar, nga ajo që ishim dikur tepër të ngurtësuar, sot jemi hapur. Pozitivja, po predominon tek ne. Pra dhe ne po ecim me kohën. Bota po na pranon sepse e shikon që ishte ideologjia disi naive. A ka mundësi për ma shumë? Patjetër, shumë e tepër. Edhe unë i uroj edhe dëshiroj që ne të shohim gjëra shumë me pozitive. Ti urojmë 7-8 marsin, festën e bukur, që mos festën e grave, që të mira, miru pashim. Faleminderit. Mendon se burrat dhe gratë janë të barabartë më saktë në shoqërinë tonë? Po, mendimin tim po. Për shembull, ti me bashkëshorten tënde, i keni të barabartë gjërat në familje? Po. Në çfarë aspekti, në çfarë? Po, për çfarë të gjë? Për çdo gjë. Për çdo gjë. Ja gjon fjalën gruas apo? Po, më që shjo edhe ajo edhe une. Pra e gjoni të dyve? Po. Cili është sekreti i lumturisë tuaj? Po, dashuria edhe çdo gjë në rregull. Mendon se dhe në shoqëri në aspektin tërësor, pra janë të barabartë burri dhe gruaja, apo anon më shumë respekt për burrin dhe gratë janë pak më një anë, si në punë dhe në aspekte tjera? Përpara kishin burrat ma shty për respekt, tash e kanë gratë ma tepër ashtu edhe kalone. Se tani Miru e pafshin, kanë po tash.